reagim ashtu po themi ndaj zhvillimeve dhe diskutimeve të fundit që ka pasur qoftë për atë se çfarë mund të konsiderohet familje apo çfarë mund të konsiderohet shtim tutje i popullsisë? Po, është edhe reagimi i saj, për shkak që fundit kauza ndërtohen si rezultati një reakcioni që vjen për shkak të rrethonave që krijohen. Tash në Kosovë na kemi do sfida që kemi pas vazhdueshme që so vite. Krahas kësaj kemi pas një legjislacion që ka synu në mënyrë të vazhdueshme për me reformu edhe më shumë çështjen e familjes. Krahas kësaj kemi një diskurs publik që synon në mënyrë të vazhdueshme me i cenu rolet gjinore në familje, me i cenu funksionet e familjes, me zhvillu një farë debati, me një farë lloj koncepti kryengritjesh në kuadër të anëtarëve brenda familjes. Dhe na kemi thonë po, jenë të ndodhë gjithë të gjana, atë çka duhet me bëj, duhet me këshirë me ndërtu një mendim që provon me jep alternativat e veta, ose me provu të pak të mbile me bë më të mirën të mundshme për me pas një artikulim sa më të qartë të ideve se si mund të ruhet funksionit bazës e familja edhe vlerat e saj. Dhe kur ka ndodhë gjithë këto rrethana që vinë, te atër mendon po, është aspekti politik që është një prej formave që synojnë me quaj tua përpara për me mbrojt një kauzë saktume ose me artikulu, është aspekti intelektual që mund të përfundon edhe në aspektin doktrinar përmes shkrimit një libri ose punimeve të ndryshme, dhe na kemi thonë po, aspekti mendimit publik është që në Kosovë shumë njerëz flasin edhe pro familjes, në aspektin politik ka dhe grupacione politike që flasin pro familjes, por shkojmë edhe një hap matutje në aspektin doktrinar dhe të artikulimit intelektual të kësaj teme për nxjerrjen ose për botimin e këtij libri. Dhe ka qenë dhe është si përpjekje për me dhënë përgjigje për këto sfida, por të njëjtën kohë për konceptet që folin për familjen. Pra nëse flasim që vazhdimisht synohet për me luhat vlerat bazike të familjes, na kemi thonë po, janë disa vlera që nuk mujna me luhat qysh po synon dikush. Po, pikërisht për to, zonja Rovena, cilat janë pra ndoshta vlerat që ju keni pas si bazike për formimin e një familje të shëndosh? Mendoj që vlera bazike, ose si ta themi, është struktura familjes. Ne kemi patur gjithmonë, edhe besoj që do ta kemi gjithmonë një familje tradicionale kur antarët janë babai, nëna dhe fëmijët. Pra, ne duhet ta ruajmë këtë strukturë, e cila është një strukturë natyrore. Është një strukturë që madje edhe në vendet në cilën kanë eksperimentuar struktura të tjera, le ta quajmë, janë duke u rikthyer strukturës tradicionale, sepse është hasur